Edhe pasundjes premierën ndeshjen e parë, çfarë duhet të ndryshojë Ignatë që sigurisht të ketë një qasje ndryshe. Përshëndetje, faleminderit. Unë mendoj që djemt të ndruar nga maksimum në ndeshjen e parë. Në disa episode unë përshëndetje do të ditë se mos do të jetë standarde. Mendoj që është ndeshje shumë e rëndësishme, jo vetëm për ne, për klubin e Ignatës, për djemtarët, por edhe për historinë. Është një ndeshje e madhe për historinë e futbollit shqiptar për klub. Kemi respekt për mështarën, por vetëm kaq. Besimi është një marrë të ekipit, i çunat, i djelët, më presin që nesër ata të jenë qetë të përshënduar. Japin në natyrë dhe të klasë të fushta. Kjo është pozitivitetin tonë. Kjo është rëndësishme, qetësia, është gjëja që mund të pushojmë në ndeshjen. Por sa rëndësishme do të jetë nisja e ndeshjes të shohim një Ignatë agresive në minutën e parë dhe një skuadër të kujdesshme për ta parë ose për ta studiuar më mirë. Rezultati nga informant që ne jemi kërkues, që nga sekonda e parë patjetër. Me gjithë respektin nuk do të kemë strategji, por rezultati nga informant që ne duhet të shkojmë patjetër sepse duhet të shkojmë minimumin të duar. Por rëndësishme është të jemi të qetë, ai që thash pak më lart, dhe të interpretojmë ndeshjen sipas secilëve dhe asaj që ata meritojnë, asaj që ata kanë. Sa ndikon eksperjenca e Shamrock Rovers në eksperjenca që ka pasur më të shkuar në aventurën europiane, është një lloj presioni kjo për Ignatin? Është vërtet që kanë histori më shumë se sa ne, si klub dhe eksperjenca në kuadër Europës patjetër. Por unë mendoj dhe jam i bindur në cilësitë dhe në karakteristikat që ka grupi, në harmoninë që djemt kanë. Dhe prandaj nuk besoj që nesër kjo do të ndikojë. Unë mendoj që ndikoj pak në ndeshjen e parë, në situatat caktuara të ndeshjes, ndërsa nesër në mbështetje dhe tifozët tanë, ne do të shpirë mos harrojmë. Unë mendoj që të jemi gati për të thënë atë që ne presim dhe atë që ata mundin të mirën dhe pastaj pas ndeshjes të jemi gjithë lumtur dhe pësuar. Nëse do të duhet të veçonit dhe një element që Ignatë duhet ta bëjë më mirë se në Dublici do të ishte. Besoj preka pak fjalë në ndeshje e madhe. Ndeshjet e madhe në vëlla nuk fiton me fjalë, fiton me karakter dhe qetësi. Me shumë punë në fushë, dhe djemt të kanë çdo ditë që kur kemi fitu Final Four, që kur do të kampion, dhe çdo ditë deri sot nuk më kanë lënë asnjëherë të mërzitur apo të zhgënjur në performancën e tyre, bilotin e tyre studimit sidomos. Po rezultatet në faqen si janë, jemi bërë në çdo objektiv të përsëri. Shpresojmë dhe urojmë që të jenë në aksiones. Faleminderit. Faleminderit juve. Një sekundë, sa të jam që kërkejnë. Dhe të në pa? Ok. Gati? Gati? Atëre, Alexi, çfarë do të shohim nesër nga Ignatë nga ajo që nuk e pam në Dublin? Besoj të kemi qetësim. Besoj se qetësia nesër dhe të nga profesorë jonë dhe të bëjmë të duar që të duhet, se që kam bërë gjithë javës me udhëzimet e profesorëve të stafit. Shpresojmë bëjmë të mirë dhe kam besim të shumë sepse gjatë javës kam punuar mirë. Pavarësisht ndeshjes parë dhe t'i prisim për më shumë, por çdo gjë ka momentet e veta ose mos saktë. Çdo njeri mund të bëjë më mirë dhe shpresojmë që nesër të jetë dita jona të kemi besuar në fundeshjes. Çfarë nga të ndrejemi me idetë gjatë këtyre ditëve, ajo ka dhe një lloj motivimi apo besoni që kualifikimi është mos e mundshëm? Patjetër që po, sepse ne kemi treguar dhe mishin të klubit që pavarësisht ndeshjes parë, luajmë në shtëpi dhe tregojmë që mund të bëjmë gjëra më të mëdha, sidomos kur luajmë në shtëpi kundër çdo ekipi, me tifozët tanë, besoj se do kemi një motivim më shumë. Grupi është i qetë, është i bashkuar, harmonia është shumë e mirë, si s'ka qenë, dhe shpresoj që kjo është një shtyr dhe një motivim, të treguar dhe ne
fush, pa shumë vave, por të janë fushët e të shpesojnë që në fund të jemi një ata që të bëjmë më mirë dhe të arrim të përfituar. Po Alexi, sa i motivuar është personalisht dhe fizikisht për të arritur që ta bëjë të mundur këtë kualifikim, që do të ishte edhe një kualifikim për në fazën e Ligës së Conference League? Patjetër, unë si kapiten, por çdo lojtar sepse mund të jetë sot kapiten, po jemi të gjithë nevoj, kjo tregon dhe forcën e grupit tonë. Jam shumë motivuar dhe jam gati për nesër, bashkë me shokët e ekipit, kushdo që të luaj, besoj edhe ata që do futen, dhe ata që do të luajnë jemi të bashkë, dhe kjo është më shumë motivim grupi se personal. Parë se Alexi ka qenë gati dhe të qenë gati, kështu që përpos të gjithave mendoj se një gjë përbashkë është që jemi të bashkuar dhe shpresoj që të gjithë shumë të intelektuar, do të më të mirë e tyre, sidomos shumë të rinj që për karrierën e tyre dhe për jetën e tyre, sepse sido që tjetë shumë të rinj ka më shumë perspektivë dhe jo që ne s'kemi, por është një motivim dhe për ne për të dhënë atyre shkesë më të madhe për të bëndë të njënës. Dhe pyetja e fundit të tifozës sigurisht ju ka mbështetur gjatë kësaj aventure në Europë. Çfarë mesazhe keni për ta? Narisht kam një mesazh që të vinë sa më shumë stadium, ta ndihmojnë sa më qytetarët ta mbështesin sa më shumë, sepse ata janë shpesa më e madhe tona, siç kanë bërë ndeshjet e mëparë të Europës. Shpresojmë të zhgënjejmë dhe të jetë drita e duhur bashkë me ata, të bëjmë maksimumin dhe thjesht jetë sa më shumë stadium dhe sido që tjetë ndeshja ne do bëjmë maksimumin për qytetin, për fanelat e ekipit dhe në fund vetëm tonë për familjen tonë. Shpresojmë që ata të jenë sa më shumë stadium. Faleminderit, sukses. Dhe.